Të nderuar, të respektuar, të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Vazhdojmë me shpjegimin e sureve të Kur'anit famëlart, ku sot me lejet Allahut lartësuar jemi tek suratu Kaf, tek surja Kaf, e cila e ka marrë këtë emër prej një shkronje të shkronjave arabe, një sure mekase prej 45 ajeteve, e cila dhe kjo sure, si që kemi shpjeguar, tek sure Taha, tek sure Yasin, apo tek sure Sad, është një sure që hap sfidë me këtë shkronjë arabëve të asaj kohe, ku është një shkronjë arabe, ku janë shkronjat arabe, bëjnë edhe ju diçka të ngjashme me Kur'anin famëlart, duke pasur parasysh, si që kemi shpjeguar, që arabët ishin të aftë në shkruarjen e poezive dhe të prozës arabe të asaj kohe, të një gjuhë shumë të lartë të letërsisë arabe. Kjo sure në veçanti me suret e ngjashme me këtë emër, ka betim në Kur'anin famëlart, ku bashkangjitet dhe Allahu i lartësuar betohet Kaf wal Kur'anil Mejid. Kaf, pasha Kur'anin e lavdishëm. Në fakt, një prej emrave të bukur të Allahu Gjeleshanu është El Mejid, që do të thot i lavdishmi, ai i cili posedon famën dhe i takon fama më e madhe. Shohim që Allahu i lartësuar me këtë emër dhe cilësi e ka quajtur dhe Kur'anin e tij, librin famëlart. Dhe mesazhi është i qartë. Kushdo që do të lidhet fort me Kur'anin famëlart, do të marri lavdi, do të marri famë. Po fama dhe lavdia jonë si besimtar është tek Zoti i lartësuar dhe jo tek sytë e njerëzve. Dhe ai që do të lidhet fort me Kur'anil Mejid, do të marri famë dhe do të arrijë lavdi në këtë botë dhe në botën tjetër. Për vetë faktin sepse po të shikojmë ajetet të kësaj sureje të dashur besimtar, sidomos 15 ajetet e para, Allahu premton në këtë sure për një realitet i cili për shumicën mund të jetë i pamundur, ndërkohë për besimtarin nuk duhet të ketë pikën e dyshimit, sepse flet për ringjalljen, flet për jetën mbas vdekjes. Është fakt shumë interesant, historik dhe logjik kur përmendim argumentat, edhe pse ne hasemi me poezi të famshme të arabëve të asaj kohe që përpunonin gjuhën arabe për të arritur poezi shumë të arrira të letërsisë, saqë bëni konkurse vjetore dhe poezia më e bukur vari në muret të Qabes dhe fisi që fiton dhe krenohej një vit me radhë që jasa të përparuar jemi ne në gjuhën arabe. Është interesante ku shohim faktet dhe përdorim logjikën e shëndosh, që nuk shohim në poezit e arabëve që të flitet për jetën mbas vdekjes. Sepse vetë fakti që tregon Kurani famëlart është se arabët nuk besonin në ringjallje dhe poezit e tyre ishin poezi krenarie, poezi fisnore. Ndryshe mbas shpalljes së Islamit që në traditën islame, normalisht duke pasur parasysh zhvillimin e kulturës islame, shohim që në kulturën islame të mëvonshme është e pamundur që poezia që do të bëjnë shkrimtarët të mos lidhet me dashurinë e Zotit, të mos lidhet me takimin e Zotit dhe mos lidhet që kjo jetë të jetohet me moral, me dinjitet, duke pasur parasysh se do të takojmë Allahun Gjeleshanu. Këtë dallim thelbësor kush e bëri? E bëri pikërisht shpallja e këtij Kuranit famëlart, që ndryshoi totalisht mendimin edhe perceptimin për jetën e kësaj bote të njerëzve të cilët lidhen me Kur'anin famëlart dhe e besojnë Allahun Gjeleshanu. Dhe kështu Kur'ani këtij botë kuptimi do t'i jepte një sfidë tjetër, të cilët Kur'ani po i fliste për takimin me Zotin, për ringjalljen mbas vdekjes. Por jo, thot Kur'ani famëlart, duke marrë atë çfarë cituan arabët. Bel ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Por ata u çuditën
kur u erdhi një dërgues, profeti Muhammed a.s. duke i qortuar ata për jetën që bëri, dhe jo besimtarët thanë, jo, kjo është diçka e çuditshme, si po na fleti për ringjalljen, si do të ketë ringjallje. U çuditën në radh të parë nga përmbajtja e Kur'anit, nga mënyra se si Kur'ani sfidoi edhe në literaturën arabe, duke e sjellur Kur'anin në një tingull shumë të bukur edhe të poezisë, por që ndryshe nga çfarë shkruanin ata, Kur'ani fliste për ringjalljen. Ata do të fillojnë të hedhin balë mbi Kur'anin. Është magji, është poezi e të tjerë me radhë, por jo, ajo është fjale Allahu Gjelle Shanu e Gjelle Gjelalu. Dhe filluan atë çfarë solli Kur'ani si thelbësore, sepse nëse do të futemi thellë në detajet të Kur'anit të zemrës së tij, gjëja thelbësore që flet Kur'ani është besimi në Allah dhe besimi në ringjallje, takimin me Zotin Gjelle Shanu. Dhe ata thanë, e idha mitna wa kunna turaba, dhalika rajulun ba'id. Çfarë? Të besojmë neve, thanë ata, se do të vdesim, do të bëhemi dhe pluhur e hi, e më pas do të ringjallemi, do të na jepet jeta përsëri. Kjo është larg mendësisë, thanë ata. Kjo është diçka e pamundur, jashtë logjike. Si ka jetë mbas vdekjes, e kundërshtuan ata atë çfarë shpalli Allahu Xheleshanu. Mirë po patjetër, elhamdulillah, udhëzimin na e ka dhënë Zoti dhe ai meriton falënderimet për këtë gjë, i cili kurse si nuk lejon dhe nuk e don diçka që besimtari musliman të besoj këtë gjë apo ta çojë në mendje një gjë të tillë që nuk ka jetë mbas vdekjes. Sepse dyshimi është mohim, është rregull thelbësor në Kur'an. Të dyshosh në gjërat madhore që kërkon Allahu Xheleshanu është mohim. Do thotë që ti se beson. Dhe Zot na ruaj, besimtari duhet të ketë një bindje të fuqishme se Allahu Xheleshanu është i fuqishëm për gjithçka. Të krijojë herën e parë, do të rikrijojë përsëri herën e dytë, sepse këtë ai e ka premtuar. Dhe këtë Allahu i lartësuar është shumë interesante në vazhdimsinë e kësaj sureje, duke lidhur ngushtë me argumentet që sjell Kur'ani famëlart, do të sjell argumente logjike për njerëzit që mendojnë dhe meditojnë. Ku thot Allahu i lartësuar në Kur'an, në vazhdimsi të kësaj sureje, ne e dim, thot Allahu, se çfarë tret toka prej trupave të njerëzve, dhe tek ne është libri që ruan çdo gjë, që ruan se sa vet kanë vdekur, se sa vet janë tretur, pjesët e trupit të tyre, dhe thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlart, që do të ringjalleni, edhe majat e gishtave të juaj do të ringjalleni. Profeti alayhis salam tha, që do të ringjallet njeriu siç ka lindur nga nëna, edhe rreth prerja e meshkujve do të jetë me ta ditën e gjykimit, siç kanë lindur ata përsëri pra nga nëna e tyre. Dhe kështu tregon një dimension tjetër të mënyrës se si duhet ta perceptoj jetën njeriu që lidhet fort me Kur'anin famëlar. Por ata vazhduan ta quajnë të pamundur këtë gjë. Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur ajo erdhi dhe ishin të luhatshëm në këtë çështje. Por Allahu i lartësuar çon udhëzim. Elhamdulillah. Kurani për ne është udhëzim. Kurani për ne është udhërfim. Prandaj Kurani duhet të jetë libër i pandashëm në lexim në jetën e besimtarit musliman. Sepse Kurani udhëzon zemrat e pastërta dhe mendjet e arsyeshme që duan dhe kërkojnë të arrijnë tek e vërteta. Dhe thot Allahu i lartësuar: Afalam yanzuruna ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha? Logjikoni pak o njerëz, a nuk shikojnë ata me vëmendje ka qielli lart, se si ne e kemi ndërtuar qiellin? Wa zayyanaha wa ma laha min furuj, dhe e kemi zbukuruar qiellin, duke mos pasur qielli asnjë zbrazëti. E shikon qiellin e mahnitshëm, i shikon yjet e pafundëm. Dhe ju e dini se si shkenca e shpjegon këtë fenomen, që çdo yll është madhështor, qindra apo mijëra apo miliona herë se sa dielli jon në këtë rrugë të qumshit që ne jetojmë. Dhe kjo është madhështia dhe fuqia absolute e Allahu Xheleshanu që udhëzon dhe çon argumente për mendjet që duan dhe kërkojnë udhëzim. Dhe patjetër Allahu i lartësuar mori si shembull qiellin, sepse është diçka madhështore. Ne jetojmë në tokë, a mund krahasohet madhështia e tokës me madhështinë e qiellit? Kurse si. Shtoj kësaj, a mund të krahasohet njeriu që jeton në këtë tokë me madhështinë e tokës dhe të qiellit,
kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e shpjegon madhështinë e këtij universi, thotë që universi është 7 kate qej dhe secili qell është më i madh krahasim me të parin dhe të dytin dhe të tretin, si një unaz në mes shkëtëtirës. E kuptojmë do këtë dimension madhështie që Kurani na udhëzon, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na udhëzon për një fakt, që njeriu mos të gabojë dhe ta mohojë Zotin dhe fuqinë e tij absolute. Dhe vazhdon udhëzimi Allahu të lartësuar në Kuranin famëlar. Edhe tokën, a nuk e shikoni se si e kemi shtrirë, e në të kemi vendosur kodra përforcuese, dhe në të njëjtën kohë shikojmë në të gjithë tokën që kemi pafundësi bimësie që e zbukurojnë tokën, që ne përfitojmë për kësaj bimësie, që është zinxhiri ushqimor, ajo çfarë i takon biologjisë. Gjë e cila nëse nuk do të ishte në rregull, nuk do të jetojë në këtë botë, sepse Allahu i lartësuar ka vendosur çdo gjë në mënyrë precize. A nuk mediton në stinët që ka përcaktuar Allahu xhaleshanu? A nuk shikojmë që në dimër vdes gjithçka, vdes bimësia, ama me ardhjen e pranverës shikojmë që ringjallet bimësia, çelin lulet, çelin gjethet e kështu me radhë. Të gjitha këto Allahu i lartësuar e fton mendjen e shëndosh për të ardhur në besimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu të dashur besimtar vazhdon duke udhëzuar zemrën e besimtarit, duke sjellur shembull po ashtu shiun. Edhe ky është një fenomen natyror, të cilin Allahu i lartësuar thotë që medito edhe kur të bjerë shi. A nuk e shikon që me zbritjen e ujit ringjallet toka e vdekur? Po mirë, a mund të mendojmë pak, po sikur çdo gjë të ekzistonte, sikur është ekzistente, dhe për një moment mos të bjerë shi nga qielli. Çfarë do të ndodhte? Nuk do të jetojë në këtë botë. Ja pra pikërisht Allahu i lartësuar thotë, siç thotë në Kur'an, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ne prej ujit i kemi dhënë jetë gjithçkaje. Uji është gjëja thelbësore që njeriu të jetojë dhe çdo gjë e gjallë të jetojë në jetën e kësaj bote. Prandaj, kjo sure madhështore me këto mesazhe ka një thirrje të qartë. O ju arab të asaj kohe dhe ju o njerëz të kësaj kohe, ju që mendoni, ju që meditoni, ju që ndoshta e mohoni Allahun e lartësuar, ju që e mohoni ringjalljen mbas vdekjes. Shikoni, ka pasur popull të tjerë para jush që kanë jetuar këtë jetë dhe kanë menduar si ju. Dhe thot Allahu në Kur'an, ishte populli i Nuhut, ishte populli i Themudit, populli i Adit, populli i Faraonit dhe vëllezrit e Lutit, edhe banorët e Ejkes dhe të Tubeit, dhe të gjithi përgënjështruan të dërguarit dhe ata e merituan dëshkimin tim. Pra kjo është një rrugë e kaluar më përpara. Allahu jep shembuj që kjo rrugë e mohimit ka shembuj të prekshëm në jetën e kësaj bote. Mos bini në të njëjtin gabim, sepse ata që e mohun Zotin u shkatruan në këtë botë, por më e keqja për ta është që do të shkatrohen në botën tjetër. Pra ju prap doni me kaluar nga jo rrugë, fton Kur'ani për të medituar mbi atë çfarë kanë ngjarë me popujt e mëparshëm. Dhe Allahu për të demonstruar fuqinë e tij absolute, jep shembullin e fundit të meditimit në ajetin e 15 të surës Kaf, ku thot, a mos u lodhem ne në krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri. Dhe mediton besimtari kur e lexon këtë ajet. Allahu thot, unë të kam krijuar herën e parë, unë të kam dhënë jetën, të kam dhënë gjithçka. Përpjekja jote për të mbetur në jetën e kësaj bote gjallë, për të jetuar, pothuajse është zero, sepse ti nuk ke asgjë në dorë që të mbajë në jetë ty. Ti nuk e ke në dorë oksigjenin. Ti nuk i ke në dorë fenomenet natyrore që Allahu i ka renditur dhe i ka vendosur në një rregull të pashoq që mundësojnë jetesën tënde. Siç tham shembullin e ujit, apo siç tham shembullin e mungesës së një gjallëse që do të prishej zinxhiri ushqimor dhe toka do të shkatrohej. Siç është mrekulli që toka pozicionohet në largësinë e duhur nga dielli dhe ka pjertësinë e duhur nga dielli apo dhe hëna po ashtu, që të gjitha këto po të mos ishin këtu ku janë, nuk do të jetojnë në tokë,
Sikur toka ndryshe ta kishte pjerësinë e saj, ndoshta këtu do të ishte zjarr, sepse dielli do të nxente shumë. E nëse do të ishte ndryshe, këtu do të ishte akull dhe nuk do të jetonte qenie njerëzore. Kush është ai që i vendosi në një precizitet kaq të lartë? Besimtari thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe për të sjellur po ashtu një fakt, edhe një fakt shkencor që është me të vërtetë për tu mahnitur nga mënyra se si Allahu i lartësuar i ka vendosur rregullat e kësaj bote. A e dini të dashur besimtar që qelizat e trupit të njeriut në bazë të qelizave rinovohen ose thënë ndryshe vdesin dhe rigjallërohen në periudha të caktuara kohore, ku disa qeliza të trupit ndoshta 1 në 2 javë vdesin dhe rigjallërohen përsëri. E deri në disa qeliza të ndryshme deri tek e trurit thuhet që ka disa qeliza të trurit se shumica nuk rigjenerohen, që duan vite të tëra. Por çfarë kuptojmë nga kjo? Nga kjo del një konkluzion i tillë. Kjo lëkura, nëse do ta marrim shembull, e dorës tonë që ne e prekim tani, kjo lëkura që është prej qelizave që rigjenerohen, nuk është e njëjta lëkurë që ka qenë para disa vitesh ndoshta, maksimumi deri në 7 vite thuhet. Pra ti ke totalisht pothuajse një dorë të re biologjike, po jo strukturore, thot shkenca. Dhe ky është një fakt mahnitës, se si Allahu xhaleshanu edhe në jetën e kësaj bote tregon fakte të prekshme të ringjalljes. E ke vënë re që ti vritesh, pëson një plag në trupin tënd. Edhe mjeku më shkencëtar që është do të bëjë mjekimin e duhur, do të japë ilaçet e duara. Po çfarë do të bëj? Pastaj do të presim. Pse? Të rigjenerohet trupi. Allahu i ka dhënë pikërisht trupit mrekullinë që të rigjenerohet, të rigjallërohet, të rishërohet vetvetiu. Duke qenë ky një fakt, argument i qartë se Allahu xhaleshanu është ala kulli shay'in qadir dhe ai është muhyi wa mumit, është i fuqishëm për gjithçka, është ai që jep vdekjen dhe që ringjall njeriu. Kështu të dashur besimtar, kjo sure na orienton drejt leximit të Kuranit famëlart, sepse Allahu betua në Kuranin famëlart, wal Quranul Majid, Kurani famëmadh. Nëse do ta lexosh dhe do ta besosh, do të arrish famë të lartë, sepse besimi të jep famë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse do të dëgjojmë një këshill madhështore të profetit sallallahu alaihi wasallam për ta përmbyllur, nga Haris bin Auer, për cilës e një ditë Aliu radiallahu anhu tha: "Dëgjoni, unë kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: së shpejti do të shpërthejnë sprovat, fitnet dhe trazirat." Atëherë e pyeta, thot Aliu: "O i dërguari i Allahut, cila është rruga e shpëtimit nga këto fitne?" Profeti alayhis salam u përgjigj: "Libri i Allahut, Kurani famëlar. Lexojeni atë, lidhuni me të, esni me bazë të udhëzimit dhe të orientimit të tij." Më pas Muhamedi alayhis salam shpjegoi disa cilësi të Kuranit famëlar. Dhe tha: "Në Kur'an gjendet historia e atyre që kanë qenë para jush, lajmi i atyre që do të vinë pas jush dhe gjykimi për çështjet mes jush. Ai është një gjykim i prerë që e ndan të vërtetën nga e kota. Kushdo që kërkon udhëzim diku tjetër përveç tij, Kur'anit, Allahu do ta lërë në humbje. Ai është litari i fortë i Allahut që nuk këputet, libri i urtësisë së fuqishme dhe rruga e drejtë. Ai është i vetmi shkak që mendjet të mos devijojnë, të mos hutohen dhe gjuhët të mos ngatërohen. Kurani është një libër nga i cili dietarët nuk ngopen kurrë, që nuk vjetërohet nga përsëritja e shpeshtë dhe mrekullitë e tij nuk mbarojnë kurrë. Ai është aq i zakonshëm, ai është aq i jashtëzakonshëm, saqë edhe xhindët kur e dëgjuan thanë: "Ne nuk kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm që udhëzon drejt së drejtës dhe pjekurisë." Kush flet duke u mbështetur në Kur'an, ka thënë të vërtetën. Kush vepron sipas tij fiton shpërblim, kush gjykon me të ka qenë i drejtë dhe kush i fton njerëzit drejt tij i ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Sepse Kurani është një dritë e qartë, një përkujtim i urtë dhe rruga më e drejtë. Kurani famëlart është litari i Allahut lartësuar i shtrin nga qielli në tokë. E përsia e Kuranit nga fjalëve të tjera është si e përsia e Allahut ndaj krijesave të tij. Kush dëgjon një ajet nga libri i Allahut, i jepen shumë fish shpërblime. Kush e lexon një ajet,
ai do të jetë dritë për të ditën e Kiametit. Prandaj, ndriçoni shtëpitë tuaja me namaz dhe me leximin e Kur'anit. Kjo është një nga dhuratat më të mëdha që është bërë njerëzimit, shpallja e Kur'anit famëlart, e patjetër kush do të jetë i lidhur fort me të, do ta gjejë udhëzimin e Allahu xhelle shanuhu, do ta ngrijë jetën e tij mbi bazat dhe themelet asaj çfarë mëson Kur'ani famëlart, dhe patjetër një njeri që i ka themelet të ngritura mbi bazat të Kuranit famëlart janë themele shumë të forta që nuk mund t'i lëkund asnjë sprov në jetën e kësaj bote, por që mbi të gjitha është një ushqim i madh për shpirtin që njeriu të lidhet fort me Allahun xhaleshanu dhe të takojë Allahun me besim ditën e gjykimit. Lutim Allahun xhaleshanu të bëj Kuranin dritë të zemrave tona, udhëzim të jetëve tona dhe ta bëj atë ndërmjetësues për ne ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar na bë për besimtarëve që fitojmë kënaqësinë e tij, na shpërblen me xhenetet e tij të larta. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.